Një lulishte me trëndafila ishte koncerti artistik që ngjit në skenën magjike të teatrit Skampa, duke përmbyllur aktivitetet artistike të organizuara me rastin e ditës së verës në Elbasan, në drejtimin artistik të mjeshtrit Zeqir Sulkuqi, Orkestra Harqeve dhe Gent Rushi Band, së bashku me artistë të njohur të skenës shqiptare si Kastriot Tusha, Ardian Trebicka, Zina Zdrava, Greta Zani, Eglantina Toska, Erinda Agolli, Iri Sula, Laura Borici dhe Noel Hoxholli, sollën për publikun një buqet me këngët më të bukura të autorëve elbasanas të viteve 50-60. Sa të dashuroj, ne bukura njopina, që fjaka të kërkoj, çmendon për dashurinë, o sa të dashuroj. Mjeshtri Zeqir Sulkuqi theksoi ndër të tjera se një lulishte me trëndafila ishte edhe një homazh për artistët që nuk jetojnë më në Elbasan, por që kanë lënë pas një pasuri të çmuar artistike. Këngën më të bukur të qytetit, autor Elbasanas të viteve 50-60, një memorie për të gjithë krijuesit, për të gjithë artistët që i kanë dhënë këtij qyteti gëzim, dashuri dhe lule. Ky event të ndërthuri performancat e artistëve me përvojë të gjatë në skenë, me talente të reja, të cilët aspirojnë të ndjekin gjurmët e tyre në të ardhmen. Dhe ndjehem faktikisht shumë e lumtur. Pse do thuash? Sepse sot këndova një këngë premier që ishte Rada Llamdyshja në deg të Ullinit dhe shpresoj shumë që ta kem kënduar ashtu siç duhet. Era parë po e vërtet që vjen në Elbasan për të kënduar sepse unë në Elbasan vi shpesh dhe të them të drejtën një publik i jashtëzakonshëm që të bën domethënë që të ndihesh i nderuar në artin tënd edhe në ardhmën tënde. Po ndihem shumë mirë që të emocion ndava si me publikun, ashtu më fali dhe publiku atë emocionin e vetë si gjithmonë, edhe ndihem shumë mirë e para që jam dhe midis profesionistëve që kënoj bashkë me to dhe shpresoj që në një të ardhme bëhem një nga ato. Privilegjuar, mbasi sigurisht në këtë ditë të bukura, në këtë ditë që feston gjithë populli jonë, në këtë ditë që janë vetëm pranverë, vetëm ngjyra, vetëm lule, sigurisht edhe unë ndjem një ndër ato lule mund të them. Mua ishte një emocion shumë i madh të isha pjesëmarrëse në këtë koncert bashkë me këngëtarë shumë të mëdhenj të stradës shqiptare dhe shpresoj që edhe publiku të kenë ndjer emocionet që kemi dashur të transmetojmë gjithë punën tonë që kemi bërë gjatë këtyre ditëve. Një koncert që risollim në kujtesë të gjithë ata artistë që i kanë dhënë kaq shumë dashuri, gëzim dhe art qytetit të njohur ndryshe si djepi i kulturës.